do të jetë një muaj ku do të kemi nevojë për një komunikim të vazhdueshëm, do të jemi në lëvizje, do të kemi nxitim, entuziazëm që ndonjëherë ky entuziazmi mund të ketë një dozë hiperbolike, ku në disa raste do të na çojë në një situatë tensionuese dhe dua të qëndroj te dy të mirat dy gjërat pozitive të dhjetorit. E para është që do të kemi shansin të gjejmë mbështetjen që duam. E dyta është kemi shanse për organizim, për një introspektim, për një rishikim, për të bërë një bilanc të vitit të kaluar, do të mos dhe pas datës 15, po kryesisht pas datës 20 dhe pas datës 24, ku planetet kalojnë në shenjën e pikëtapit dhe situata bëhet më serioze dhe ky rishikim do të na sjellë rezultatet e duhura.